Infrastruktura rrugore vijon të mbetet një ndër problematikat kryesore në lagjet periferike të qytetit të Shkodrës. Në lagjen Kiras, një pjesë e konsiderueshme e rrugëve dytësore ndodhen në gjendje të amortizuar, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e banorëve. Nga një vëzhgim në terren konstatohet se në disa segmente rrugët janë pothuajse të pakalueshme, sidomos gjatë kushteve të pafavorshme atmosferike. Gropat, mungesa mirëmbajtjes dhe infrastruktura dëmtuar e bëjnë situatën edhe më problematike për komunitetin. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar për gjendjen aktuale dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Ata u bëjnë thirrje institucioneve përgjithëse që të marrin masa konkrete për rikonstruksionin dhe përmirësimin e rrugëve, në mënyrë që të garantohet një qarkullim më i sigurt dhe kushte më të mira jetese. Problemi është se damas dimrit, gjithë ka rrugë fulle e ka drejtu komplet. Që di se kush është një njëri se kanë makina shumë tulta, edhe i gadisin, tu është shumë problem. Se damas deri aty te rruga atjes nuk ecet. Këto skandal. Sa herë si bjen shi, këtu skalohet. I tash si a tha i fije, i tash është më mirë. Banorët shpresojnë që kërkesat e tyre të mos mbeten pa përgjigje, ndërsa presin ndërhyrje konkrete nga institucionet përkatëse për të përmirësuar infrastrukturën dhe për t'i dhënë fund kësaj problematike të vazhdueshme.